Besoj se keni fjalën për tiparet e paraqitjes jashtë. Besoj që do duhet kishit të perceptiv. Pra, te zoti Kraja do vlerësoj pjekurin dhe eksperiencën disa vjeçare që ka patur në hetim dhe sidomos eksperiencën që ka patur në provërinë e përgjithshme. Te zoti Dumani do vlerësoj përkushtimin dhe rolin e tij luftarak në hetim, që nuk tërhiqet përballë asnjë lloj presioni. Këto të dyja unë do i vlerësoja te këto dy kandidatët dhe këto më kanë lënë bresa që unë do vazhdoj dhe do kërkoj konsulencën e tyre, sepse ato kanë patur situata që mund t'i kenë diskutuar me të tjerë, pasi kanë diskutuar me mua, dhe do më ndihmojnë nëse do marrë pëlqimin tuaj dhe të antarëve të tjerë në këtë mision kushtetues. Këto janë karakteristikat që ju keni vlerësuar më shumë tek ata. Çdo ofronet ju në këtë moment në kuptim të këtyre karakteristikave. Ju personalisht, çdo kishit ofruar ose çdo kishit dashur që të përçonit si drejtues i ri nëse do të ishit i spaku. Çfarë karakteristikë? Pra thatë që njëri kishte pjekurinë edhe ekspertizën, njëri kishte përkushtimin edhe mos tërheqjen, pra ishte luftarak dhe nuk tërhiqej nga. Ju vetë, çfarë do kishit si një tipar thelbësor nëse do ishit drejtues i spakut? Përveç këtyre që unë kuptova që janë ato tipare që ju do donit ti kishit gjithashtu, i vlerësoni si të mira në drejtim dhe do donit ti kishit gjithashtu. Ju vetë, cili do vlerësoni, këtë tipar do ofroni. Unë do bëja një ndërthurje të tipareve të mira dhe gjithse cilit dhe ato çfarë kam pikë të dobët ka të bëjë me interesin dhe përkushtimin në mbledhjen e provave, përpara se sa të vijojnë në arrestimet e personave. E thash dhe në krye të fjalës, suksesi i prokurorit nuk është në arrestime për çështje, por mbledhja e provave. Prova të pacënueshme në gjykatë. Dhe kjo është arsye. Unë nuk fus njerëz në burg pa prova, e kam parimore. Është shkelje ligjore kushtetuese dhe shkelje hyjnore. Ky është parimi të cilin unë e kam zbatuar dhe do vazhdoj sa të kem mundësinë të jem në këtë profesion. Në raport me këtë që sapo tham edhe që ju e përmendët dhe unë kam nënvizuar pavlefshmëria e akteve dhe provave si një ndër gjërat që meriton të ketë shumë kujdes në punën e prokurorëve. Ju këtë e thoni si një prokuror i spakut. Nëse do ishit drejtues i spakut, vendimarrja e prokurorëve, jo vetëm atyre të spakut, po vendimarrja e prokurorëve në përgjithësi, hetimi çështjeve, ne e dim që mbas ndryshimet ligjore të 2016-s prokurorët janë të pavarur dhe ky është një këndvështrim personal. Në drejtimin si drejtues i spakut, a do mund të bëni gjë në këtë drejtim? Prandaj është drejtuesi, që të menaxhon, të orienton, të udhëzon prokurorët që të japat kontribut për ato momente të cilat shikon që këto prova do të çojnë det pavlefshmërisë apo gjykata do i cënon, të jap orientime përkatëse, të riparohen në kohë reale. Nëse prokurori, duke respektuar gjithmonë pavarësinë dhe garantimin e tyre, do vijon me ato lloj mekanizme, të vetmi gjë që ka prokurori, drejtuesi, është që të futet vetë pjesë e hetimit dhe të prodhojë një akt të cilin do i qëndron deri në gjykatë lartë dhe gjykatë kushtetuese. Kjo është synimi. Pjesën tjetër pastaj do e kontrollon gjyqtari i seancës paraprake dhe gjyqtarët e themelit. Por nëse do cënohen të drejtat dhe liritë e individit, ky është sikleti dhe kjo pavarësi e prokurorëve në disa raste që jam promotori pavarësisë prokurorëve, por duhet parë dhe si përgjegjësi e shtuar. Drejtuesi i ka krahët e prerë dhe nuk mundet që të ndërhyjë në vendimarrjen e prokurorëve dhe le të vijojnë tutje. Ato mekanizma që i kanë lënë drejtuesit për të ushtruar, patjetër që do ushtrohen. Por patjetër që pavlefshmëria e akteve, përdorshmëria e provave jep efekte shumë kohë më pas, sidomos në drejtat dhe liritë e individit.